kemi dhe luftën e parë hapësinore. Dhe kjo gjë shprehet shumë qartë në luftën e Iranit. Kemi edhe një njërisi tjetër, rusët kanë lëshuar disa ditë më përpara, gjë që tregon që kanë lëshuar disa javë më përpara, satelitet e tyre në hapësirë, që do të thotë po krijojnë SpaceX-in e tyre. Sikundër e kemi përmendur, si Starlinkun e tyre, sikundër e kemi përmendur në një nga misionet tona, me fillimin e luftës në Ukrainë, ne nuk kemi vetëm luftën e tretë, le të themi efektet e luftës tretë globale në tokë, po kemi dhe luftën e parë hapësinore. Dhe kjo gjë shprehet shumë qartë në luftën e Iranit. E përsëris, SBA-ja Izraeli janë nivelin më i lartë i mundshëm i kësaj teknologjie, dhe kjo është parë edhe në gjitha goditjet që shërbimet sekrete izraelite dhe amerikane kanë thënë në goditjen dhe në eliminimin e liderëve të lartë të regjimit iranian, qofshin ata ushtarak, qofshin ata fetar, qofshin ata të gardës, qofshin ata të inteligjencës. Por në anën tjetër kemi parë që edhe kundërpërgjigja e Iranit apo dhe të atyre që mbështesin Iranin nuk është as pak për të mbletësuar, përkundërzi është edhe ajo e niveleve të larta. Ajo që mund të them është që kjo gjë na tregon dobësinë e sistemeve tona mbrojtëse në Shqipëri, në Kosovë, rajonin ku jetojmë ne, po duam edhe në Evropë. Irani ka qenë së paku që 46 vite, 47 vite nën sanksione dhe është e habishme si ka arritur deri në këtë nivel teknologjik. Sigurisht ka pas ndoshta edhe ndihmën e vendeve tjera, apo është zhvilluar kjo teknologji në mënyrë të pavarur? E para ka shumë pavarësi në këtë zhvillim, gjë që tregon që historia e persëve, historia e Iranit në raport me shkencën edhe është e niveleve të larta, vjen që nga historia e tyre, nga mesjeta, nëse sot flasim për shkencat matematikore, fizikën, kiminë e tjera në Evropë, kjo vjen për shkak të lindjes mesme, kjo nuk është sekret, vjen për shkak të asaj që ka qenë perandoria perse, që kanë qenë edhe kalifatet arabe. Por sot jemi në një epokë tjetër. Ju thoni pse nuk kanë funksionuar sanksionet. Unë mendoj që sanksionet, dhe kemi thënë edhe herë tjetër në studio, nuk kanë funksionuar asnjëherë. Sanksionet kontribuojnë që ti ta bllokosh në një anë, por gjë që nuk e bllokon në anën tjetër. Janë një seri faktesh dhe eventesh që kanë bërë këtë gjë. Por unë mendoj dy janë pikat kryesore. Një, Irani ka zhvilluar në mënyrë të jashtëzakonshme strategjinë e vetë të inteligjencës, qoftë edhe me proxyt, në aleancë me Perëndimin, në luftë kundër sunitëve apo në mënyrë Al-Qaedës dhe ISIS-it, në cilën ata kanë luftuar bashkë me amerikanët dhe me NATO-n, qoftë në Siri, qoftë në Irak, qoftë edhe në Afganistan. Dhe kjo gjë ka bërë që njësitet e gardës revolucionare të Iranit, të ushtrisë së Iranit, të shërbimeve sekrete të Iranit, jo vetëm të bashkëpunojnë me CIA-n apo me shërbimet perëndimore në këto rajone, por edhe të vjedhin shumë sekrete për tyre dhe të kuptojnë mënyrën se si ata funksionojnë.